Më shumë se 500.000 rumun pushtuan sheshet e Bukureshtit në demonstratën më të madhe që ka parë Rumania, që nga koha e rrëzimit të Nikola Ceaușescut. Korrupsioni ishte shkaku i vërtet i kësaj proteste masive. Kryeministri rumun, Gridenau, nxori një dekret që amnistonte të gjithë politikanët që kishin probleme me drejtësinë dhe akuzoheshin për abuzime deri në 44.000 euro. Pikrisht kjo ishte shkëndija që i vuri zjarrin benzinës e zbriti në sheshe 500.000 rumun. Dekreti kryeministrit së pari përpiqej të mbronte Liviu Dragnea, aktualisht kryetari i Parlamentit të Rumanisë. Megjithse partia e Dragneas fitoi zgjedhjet e përgjithshme vitin e kaluar, ai nuk ul dot në vendin e kryeministrit për shkak të një ligji që i ndalonte politikanët e dënuar penalisht të hynin në qeveri. M-aș fi așteptat să fie un discurs de unitate, un discurs de îndemn la calm și stabilitate. Din păcate, președintele a ales să vorbească în continuare despre divizare, despre parlamentari buni și parlamentari răi, despre români buni și români răi. Duke mos u bërë vet, ai u detyrua të bëj kryeministër të Rumanisë besnikun e tij të njohur Sorin Gridenau. Edhe pse nuk u bë kryeministër, Dragneas ju shtuan të lashet. Një tjetër hetim nisi për të, më 31 dhjetor të vitit kaluar, në akuzën e punësimit fiktiv me fonde publike për 2 sekretarë të partisë së tij. Në të njëjtën ditë kur prokuroria nisi çështjen e dytë kundër Dragneas, miku i tij, kryeministri Gridenau, dekretoi amnistinë. Kështu zuri fill revolta e madhe rumune. Sorin Gridenau e tërhoqi dekretin, por zjarri rumun nuk mund të shuaj. Përballë kësaj revolte të madhe, shefi i Partisë Social-Demokrate Rumune, Dragnea, ka zgjedhur të bërtas për komplote dhe skenar nga jashtë. Akuzën kryesore ai e ka kundër George Sorosit, me idenë se ai po financon lëvizjet masive kundër pushtetit të ligjshëm rumun. Am înțeles mesajul dat de stradă, tocmai de aceea am luat decizia, așa cum v-am spus, de a abroga ordonanța. Pe de altă parte, susținătorii noștri și cei care vor să mergem mai departe. Sidomos të rinj, kërkojnë në një farë mënyrë një skenar rumun. Një skenar rumun pikërisht për tundur nga themelet dhe për ta shkundur këtë klasë politike, këtë qeveri e cila po zhyt çdo ditë më thellë në mjerim shtetin tonë, sidomos fashën e të rinjve. Ky është përgjegjësi i rinisë demokratike shqiptare Belind Këlliçi. Ai po përpiqet të thotë që frymëzimi për demonstratën e datës 18 shkurt është marrë nga protesta rumune. Në fakt, po ta shohësh në sipërfaqe, kjo qasje duket e drejtë. Në Bukuresht dhe në shumë qendra të tjera të vendit ballkanik, njerëzit vërshuan rrugët kundër korrupsionit qeveritar. Rumunët u ngritën në një mënyrë qeverisjeje të ushtruar me dekrete okulte dhe pa përfillur opinionin publik. Ngjashmëria mes Rumanisë dhe Shqipërisë duket qartë tek korrupsioni galopant, por dhe tek drejtuesit e parlamenteve apo edhe qeverive të dy vendeve. Por pikërisht këtu, ngjasimet në rastin shqiptar përfundojnë. Populli opozitar nuk do të ngrihet për të rrëzuar dekrete, do të ngrihet për të rrëzuar oligarkët, krimin, korrupsionin, mafjen në pushtet. Dhe ne do të arrijmë. Partia Demokratike e Lulzim Bashës bën sikur frymëzohet nga protestat e qytetarëve të Rumanisë. Njësoj siç bëri sikur u frymëzua Sali Berisha në vitet 2004-2005 nga revolucionet portokalline në Gjeorgji dhe Ukrainë. Pritshmëritë tona janë maksimale. Do jetë protesta më e madhe që ka zhvilluar ndonjëherë ndonjë opozit në historinë e demokracisë në vendin tonë. Data 18 shkurt do të jetë vetëm fillimi. Do të jetë vetëm fillimi i një lëvizje të madhe popullore. Shqipëria duket një rast më i vështirë se Rumania. Korrupsioni qeveritar në Shqipëri është vërtet në nivele të frikshme dhe oligarkët po i marrin çdo gjë ekonomisë dhe burimeve natyrore të këtij vendi. Janë këto arsye të mjaftueshme jo vetëm të opozitës, por të çdo shqiptari për të protestuar, pa imituar Rumaninë. 20 vjet Partia Socialiste e kanë dhënë votën. Këta se vrasin mendjen hiç për ne. Qeverisja më e keqe në të këto vite. Po që mandat të dytë qeveria ma tani, s'ka majtë si premtim.
Çfarë premtimi ka majtë? Ka problemet e veta, si çdo qeveri e këto. Ka shumë probleme që më përkasen edhe s'jam e kënaqur. Protestat duhet. Për çdo lloj qeverie, jo vetëm për këtë. Kam pak kënaqësi. Qeveria për oligarkët, për njerëzit afër saj ka qenë shumë e mirë, për popullin si mos më keq. Përse duhet që opozita shqiptare të fshihet pas revoltës rumune në kohën kur ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje me kohë për revolucion demokratik? Përse ky frustim? Revolucioni demokratik është, unë e kam deklaruar dhe deklaroj që ky vend do dal nga ky spiral vetëm me një revolucion demokratik. I dashur kryeministër nuk e para asgjë akoma nga forumi rinor i Partisë Demokratike. Ti në xhakuarte tu, ne në sheshe e protesta derisa të ndryqojmë. Po, kush do të bëjë dhe kush do ta drejtojë këtë revolucion demokratik? Çfarë ka ndryshuar dhe çfarë ka rikuperuar Partia Demokratike në këto 4 vite? Ç'mendim keni për opozitën e zotit Lulzim Basha? Nuk mendoj se është e gatshme për të ardhur në pushtet. E kam pas 8 vjet. Lul Basha ka qenë me këta tjerë që janë. Kështu që isha edhe kanë zënë men. Opozita është vlerë për demokracinë, po. Është e brisht. Nuk duhet patjetër të identifikohem me një parti që duhet të dalë në protestë. Unë kam besim që do i heqi këto. Kam besim të madh Biles. Jo, fare. Ato kanë vjedhë dhe kanë bosë, ka dash shefi, ta maj kjo. Po do dalin të gjithë shqiptarët, jemi të pakënaqur. Të bëhen protestat si gjithë botën. Nuk vetëm protest. Nuk e di, shumë mirë e bën që organizojnë kaq. Ju do merrni pjesë? Jo. Ju do merrni pjesë në protestat? Patjetër, me gjithë rrjetin tim shoqëror e familjar. Pas humbjes së zgjedhjeve më 23 qershor të 2013-s, me bekimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike erdhi Lulzim Basha. Përpjekja e tij e parë ishte që ta paraqiste veten si një lider ndryshe. Si kryetari i Partisë Demokratike, ai u pozicionua kundër protestave dhe muajt e tij të parë kaluan duke ravizuar një opozicion të butë dhe ndaj revanshit që po ndërmerrnin socialistët në pushtet. Por akuzat për blerje votash në Bashkinë e Korçës dhe presioni militantëve bën që Lulzim Basha ta zbres opozitën në shesh më 11 nëntor 2013. Po nuk e ndaluam sot shit blerjen e votës. Shit blerja e votës do të ndaloj demokracinë nesër. Ne nuk do të lejojmë këtë gjë. Kjo protestë rezultoi një retorik. Demokratëve ju deshën 6 muaj që të dëgjonin thirrjen e dytë të shefit të ri dhe të zbrisnin në sheshe. E nisim të betejë sot për të vazhduar nesër, pas nesër, javën tjetër, çdo ditë, javë dhe muaj, derisa Edi Rama të mbajë përgjegjësinë dhe të largohet. Këtë herë retorika u bë edhe më e ashpër. Largimi i Ramës duke i panegociueshëm. Opozita ishte radikalizuar, por temperaturat e larta të verës e zbehën edhe më tej këtë aksion radikal. Kur moti u fto, më 22 nëntor 2014, demokratët u thirrën edhe një herë në apel. Mos luaj me durimin e popullit, mos luaj me bukën e fëmijëve dhe me të ardhmen e tyre, poll se nuk mban më. Hiq dorë para se t'jetë vonë. Kur nuk përmbush kontratën, nuk largohet qytetari, nuk dhunohet qytetari, nuk bie populli, por jepet dorëheqja ose rrëzohet qeveria. Por pavarësisht të retorikës, dukej sikur Basha këto protesta i thërriste për të mbajtur gjallë frymën politike të partisë së tij. Ndoshta ky ishte veprimi më i drejtë dhe rruga e vetme që kishte opozita, e cila nuk ishte bërë një katarsis të vërtet. Pranvera e 2015-s nxiti deklarata të tjera, se protestat tashmë nuk do të ndalnin më. Të njëjtën e 12 marsit që po vjen, le t'i tregojmë Edi Ramës dhe Ilir Metës çdo të thotë tradhtosh popullin, të braktisësh qytetarët, të shtosh hallet dhe mjerimin e tyre, të bëhesh koka e krimit që terrorizon shqiptarët. Më 8 dhjetor të 2015-s, demokratët përsëri dolën për të përkujtuar lëvizjen e dhjetorit 90. Për herë të parë që nga ardhja e Bashës në krye të Partisë Demokratike, protestat dolin nga binarët, si në kohën e Berishës. Ky është fillimi i një stine protestash që do të ndalet vetëm kur të arrijë objektivat e saj popullore. Ka nisur mosbindja civile,
në këmbë qytetar e qytetare, në këmbë shqiptar e shqiptare. Fëmijëve tanë do u tregojmë nesër për çka bëjmë sot. Njërë të thënë Edi Rama, flak të bunkerit janë flak për ty, nuk ishte flak zjarja jo, ajo ishte flak urrejtje ndaj teje. Kjo ngjarje i dha më shumë zemër opozitës, aq sa u krijua dhe një përplasje me Bashkinë e Tiranës. Si shkak u përdor një gjop që Erion Velia i vendosi Partisë Demokratike pas protestës. Do t'i çoj një kastravec 136 mm gjatë. Për gjobën i thoni Erionit ta sjellë imamin tek Partia Demokratike. Protestat do të vazhdojnë pa pushim. Mos bindja civile vetëm sa ka nisur. Çdo gjë tani dukej si një rikthim i opozitës së Sali Berishës. Prej 1 janari, qytetarët shqiptar do të arrestojnë korrupsionin në rrugë, në sheshe e kudo. Por kjo deklaratë e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha duket sikur thot gjithçka, dhe në fakt nuk thot asgjë. Është thjesht një retorik që na tregon se opozita shqiptare nuk ka milituar asnjë çast që në këtë vend të bëhet një gjë më e mirë, që ky sistem të ndryshojë, që 25 vitet e kësaj politike të shëmben. Kjo opozit thjesht ka dashur dhe do vendin që ja zaptoi Edi Rama në vitin 2013. Nuk ka dalë ndonjëherë në një mekanizëm i tillë, në një organizatë të tillë e cila të arrit ta ndryshojë vetveten 100%. Nuk para ka ndodhur, paktën në rastin e Shqipërisë, nuk e kemi atë kulturën demokratike ku një elitë e caktuar brenda partisë të ndërhiqet dhe të hapi rrugën pastaj ideve ose personave të rinj. 3 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, opozita shqiptare do të dalë në shesh. Përse? Më 18 shkurt duhet protestojnë për mashtrimin, abuzimin, vjedhjen që Rama u bën mbar shqiptarëve. E vetmja zgjidhje për të gjithë qytetarët është që dalim në shesh. E vetmja zgjidhje janë protestat, në mënyrë që krimi të ndahet njëherë mirë nga politika. Më 18 shkurt, ne ngrihemi bashk dhe ndalim këtë korrupsion dhe ndalim këta zhvatës. Janë bërë të padurueshëm, tashmë për shqiptarët këta janë të neveritshëm dhe të pështirë, sepse janë edhe të pafytyrë në mënyrën se si nuk pranojnë realitetin dhe se si përpiqen shqiptarëve t'ju hedhin, t'ju krijojnë një realitet virtual, ndryshe nga ai realiteti shkatrues dhe dërmues që përjetojnë qytetarët që është reali në terren. Është ende herët për të nxjerrë përfundime. Historia e opozitës në këto 4 vjet na ka treguar se nismat dhe retorikat e forta kanë mbetur në mes të rrugës. 18 shkurti është pak orë larg. Përse ky vrapim 3 muaj para zgjedhjeve? Fatin do ta marrin në dorë qytetarët. Ndaj me 18 shkurt, ne do të ushtrojmë të drejtën tonë më fisnik, të drejtën tonë si qytetar. Tani që hapësira institucionale për zgjidhje është bërë 0, fatin do ta marrin dorë qytetarët. Me 18 shkurt do të bashkohemi të gjithë. Pse duhet vim dhe të mbushim këtë shesh kësaj radhe kaq shumë? Dhe të gjithë të rinjt kanë pyetur cila është kauza më madhore kësaj radhe. Përgjigjja është se atë ditë në 18 shkurt në shesh të gjithë qytetarët do të marrin një vendim. Do të anoncohet një vendim i madh, unë nuk mund ta them dot sot. Përse do të dalin në shesh demokratët? Përse i kanë ftuar në shesh? Çfarë do të thotë opozita e njerëzve? A është e aftë opozita të kërkojë një zgjidhje thjesht shqiptare, pa ngatruar Rumaninë, pa teoritë konspirative të Sorosit, pa ndryshimin e ambasadorëve apo konjunkturave botërore? Çdo t'ju thotë opozita shqiptare njerëzve më 18 shkurt, a do t'jetë gjua që do të përdoret? Ajo e Sali Berishës? Apo ajo e seminareve të Lulzim Bashës? Prandaj të zëm sheshin, të betuar që s'largoheni pa shpëtuar vendin nga këta bandit. Bandat i kanë të gjitha. Kanë para, kanë eksploziv, kanë armë, po s'ka një gjë. S'ka një gjë që keni ju. Ata s'kan guximin që keni ju. Ata janë të parë që janë mbathin si mi. Kur ngrihet rinia nuk ka qeveri të korruptuar e të inkriminuar t'ju bëj ballë. E pam në Rumani, tani është radha e shqiptarëve të ngrihen kundër papunësisë, kundër varfrisë, kundër arsimit në ditën më të zezë. Thirrja ime ndaj shumicës dërmuese të shqiptarëve është të ngrihemi bashkë në shembullin e kombeve civilizuara, si ato që kanë sprapsur qeveritë nga Maqedonia në Rumani, të çohemi bashkë
me 18 shkurt në një lëvizje mbar popullore për t'i kthyer qeverisjen qytetarëve. Pritshmëritë tona janë maksimale. Do jetë protesta më e madhe që ka zhvilluar ndonjëherë ndonjë opozit në historinë e demokracisë në vendin tonë. Në 18 shkurt të rrethojmë kryeministrinë, jo në një protestë që zgjat 30 minuta, po edhe sikur të shkoj 30 ditë, mos shkulemi nga sheshi para kryeministrisë. Tirana më 18 shkurt do të jetë në flakë.